Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një recetë një ëmbëlsire shumë të shpejtë që përgatitet në formë të topthave që në Kosovë disa i thonjë bombica. Përbërësit që na duhen për këtë recetë janë 150 gram arrat blume, 120 gram biskota të blume, 5 lug sheqer pluhun, 2 lug kakao pluhun, 100 ml qumsht. Nëse ju pëlqen alkooli e përdorni, atëherë në vend qumshtit i qitni 100 ml rum ose liker që preferoni, 2 lug mjalt, edhe për zbukurimin e topthave kena kokos, kakao pluhur edhe badema të coptuar. Po ja fillojmë me përgatit, marrim një enë pak më të thellë dhe i përzim përbërësit, 150 gram arrat blume, 120 gram biskota të blume, 5 lug sheqer pluhur, 2 lug kakao pluhur, 2 lug mjalt, edhe 100 ml qumsht. I përzim krejt bashk. Ja fillojmë me përzim me dorë. Edhe e lem me pushum derisa të përgatisim pjatën ku dona me i servu. E kemi lënë me pushu diku 5 minuta dhe po ja fillojmë me përgatit topthat. Këtu kam një lug të mesme, tamam është mas për madhësinë e një ëmbëlsire. Edhe i lym tash sipas dëshirës. Ja fillojmë me kokos. Ja fillojmë tjetrën. Fillojmë me kakao pluhur. Badema coptuar. Kjo është receta e topthave të pështjellura me kokos, kakao pluhur dhe bademave. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.